në jetën praktike është më së e qartë që njeriu duhet të jetojë me këtë shpresë. Njeriu duhet të mendojë, duhet të flasë, duhet të veprojë, duhet të komunikojë. Komunikim me krijesat, në raport me krijesat dhe në raport me krijuesin, do të jetë i tillë që gjithmonë të jetë optimist dhe gjithmonë të shpresojë në të njëjtën kohë të ketë dhe frikë nga Allahu subhanahu wa taala. Praktikisht ne mund të themi që puno një punë të mirë. Edhe shpreso se Allahu xhelle xhelalu do të shpërblej. Jo më kot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Beshiru wala tunfiru." Në fillim thot: "Lehtësoni dhe mos vështirësoni." Pastaj thot: "Përgëzojeni njerëzit dhe mos i largoni ata." Çfarë do thot përgëzoj dhe mos i largo? Përgëzoj njerëzit se sado pak që të kenë punuar ata njerëz, dije se Zoti shpërblen ata. Po kjo është shpresë. Pra, njeriu për shembull, po të shikojmë vetveten tonë, në krahasim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në krahasim me Abu Bekrin, me Omerin, me sahabët e nderuar, me gjeneratat e para që kanë kaluar, atëherë ne themi që nuk i kapim dot ato dhe për rrjedhoj njeriu bëhet pesimist. Jo, mos u bëj pesimist. Përkundrazi, vetë pejgamberi alaihi salatu wasallam ty të ka thënë: "Beshiru wala tunfiru." Përgëzoni çfarë? Njerëzit, qofshin me ato punë të pakta që veprojnë, përgëzoj ata se Zoti do t'i shpërblej, atëherë kjo që nga shpresa më e madhe. Dhe mos i largoni ata. Pra me fjalët dhe veprat tuaja mos u bëni shkak që njerëzit të largohen, që njerëzit të shkojnë drejt pesimizmit, njerëzit të shkojnë në fjalë drejt humbjes së shpresës e kështu me radhë. Ne praktikisht në jetën tonë të përditshme, përderisa besojmë një Zot që na krijoi, besojmë në plot fuqishmin, besojmë në furnizuesin, besojmë në të gjithdijshmin, ai na dha dije, ai na dha furnizimin, ai na dha besimin, atëherë nëse i besojmë të gjitha këto lidhen ngushtë me shpresën. Atëherë njeriu vazhdon të ketë shpresë. Njeriu jeton me shpresën dhe duhet t'i lutet Allahu xhelle xhelalu që të jetojë dhe të vdes me fjalë me këtë shpresë, por në të njëjtën kohë të bëj kujdes. Se ne e dim shumë mirë, pra që njeriu e përmendëm pak më parë, nuk shpëton dot nga mëkatet, nga gjunat, nga padrejtësitë e ndryshme, por të shpresojë se ka një zgjidhje. Të shpresojë se Zoti është i gjithë mëshirshëm dhe mund ta mëshirojë. Zoti është gjithfalës dhe mund ta falë. Zoti është i butë dhe tregohet i butë me të, mjafton që ti të besosh, të mendosh, të dish dhe në të njëjtën kohë të ndjesh se ka një Zot i cili të fal, atëherë dije se Zoti ka për të fal dhe dije se Zoti do të mëshirojë nëse ti ecën gjithmonë paralel në ekuilibër të plot, shpreson duke pasur frikë nga dënimi. Dhe në të njëjtën kohë ke frikë nga dënimi duke shpresuar se Zoti do të mëshirojë.